Po, din ti që vujtet e komunizmit që 30 vjet demokraci as në Shqipëni nuk përmenden. Kur ik një regjim komunist, kush vjen fuqi? Neokomunist. Ajo që ka ndodhur, po kush duhet vinte? Duhet vinte kundërta komunizmit, demokracia. Demokracia. Po. Dhe kush e sjell demokracinë? Ata që kanë vujt për demokraci. Po. Kush kanë vujt? Burgosërit politik. A ke dëgjuar që një burgosër politik në Shqipëni ka hap një parti politike? Asnjë. Edhe shoqatën e tyre që kanë pasë, kanë dhënë disa pjesë që mos mu bot fort dhe mos me kërku me marr pushtetin. Sepse fatkeqësisht forcat antiqeveritare, forcat që janë demokratike, janë minorancë. Njerëz të veçantë janë minorancë. Dhe sistemi i votave është sistem korruptiv. Vota nuk është e drejtë. Mos mendoj që vota është e drejtë. Jo, e diun edhe sistem vote, edhe themi që jam po çat dush voto ti se drejtësia aty të vota. E diun që s'është. Po pisliku bëhet eksakt për çat vot. Po pra. Ka sistem demokratik për shembull ka në ndërmarrje private. Aty nuk respektohet vota sa punëtor keni edhe votoni kush është kryetari i ndërmarrjes. Kush është kryetari ose brigadieri ose nuk votohet mbas votave, po votohet mbas aftësive.